Pse jeni kaq serioz, më ndu? Kurdo? Pse kaq serioz? Se dhe përsa ke më vetë dikis, duhet kem në... Duhet të qeshësh, po. Do ma japësh votën mua të t'i bëj ato gropat? Hu tani do vishë do bëj grobë një grobë, dhe një po bënd të të. Edhe kini parasysh një gjë. Kur të rriteni mos ikni jashtë, të rini këtu. Se nuk ka si vendit. Se s'bër fshati. Po pse, ma sa i bukur është fshati? Ja ka nikur të tërë të rinjë. Po, do t'ikësh si pas e kur të rritesh? Të lumë të goja. Edhe unë si kja dhe unë këturi. Në vendin tim. O ta hatë zemrën unë të këtu, po se të vi kur të rritesh do vi të kap. Se mos ikësh, me kë jeton? Me mamin, me babin. Çfarë fëmijë fantastik, me mësimet je mirë? Mirë. Bravo të qoftë. Je shumë i mirë. Po. Të të përqapë edhe njërë. Hajde të përqapë edhe njërë. Fshati Gore, të them që është më i mirë? Fuje. Okej, fshati Gore është më i mirë. Kam ardhë në fshatin Gorë. Gore, nuk e di si shqiptohet, në Lushnjë. Shumë kërkesa kam pas për këtë fshat, nuk e di pse, por kurioziteti i parë është prejardhja e këtij emri. Prit se po vi një me motor të aty.
Sa më pëlqejnë këto fshatra që janë kështu të shtrire dhe janë rrugë shumë të mira, ndërkohë që dhe shtëpitë janë shumë të bukura. Si ja? Mirë, si ka. A je lota, je mërzit? Goxha mirë. Goxha mirë, më bëhet shumë qefi. Je nga Gora? Gore. A, se këtë po, ma pik pak të të. Po thoja që si shqiptohet, se dija. Se jeni kaq serios, më bërë? Kurdo? Se kaq serios? Se dhe përsa ke më vetë dikis, duhet kem në... Duhet të qeshësh, po. Dëgjoj. Më thuaj, Se quhet Gore? Gore. nuk e di mirë. Ka pas gapore? Jo, Jo. Tjetër qa mund të jetë? sa gropa. Gropa. Po tani e keni mirë. Ju dash ka qeveria, ju mban me të mirë. E, po, kemi andej ato. I keni kështu të fsheura. I kemi gropat akoma. Ashtu, Ka rënë ndonjë atje? Ka rënë ndonjë apo? Si keni hallit. Jo, nuk kam asnjë hall. Është herë e parë që vi në këtë fshat, dhe zakonisht unë i pyes që probleme që kanë aty. Meqenëse fshatrat në përgjithësi janë në shumë pazare. Apo gabohem? Po, Kam të drejtë. shumë drejt. Çfarë ju kanë lënë pazare ju këtu? Gjitha gjërat. Çfarë nuk keni? Rrugë për parcelave të Cop. Okej. Këto prodhimtarin që trangull, domate, prodhoni shumë? Ka, dhe sera ka. Ka sera? Ka sera. Janë shitur apo? Shitën, momentalisht shitën. Po pse ankohen atëherë se mam tani se në lushin po Nuk e ankohen? di, nuk jam lidhur me tregun. Po ti me çfarë merresh? Unë me brekëri. Blektoria e së më mira? Oh, Qumshin ju bio. qumshin Gjatin bio po. Jo, Gjalpin po. qumshin e qojmë bio në. Po pasaj del. Nuk e di qumë. Po ja edhin ju pajmë pa. Thonë e bëjnë fermerët. I bëjnë këta aty. Për ka do votosh këtë ditë? Me këtë më mbushet mendja. Shiko se unë bëra shaka se jam gazetare, jam me Partinë Socialiste. Thjesht me çfarë duhesh ti. Ku do ma japësh mua? Po ku di unë qofse kene emër të bukur, Si është emri i bukur? Manusha që e kam. më në shaqë si bukur. Po burbuqa? E ndroju për burë. Emrin e ketë bukur, po ka erë apo jo? A, ka aroma shi, po se ndjeti ka apo jo? Shika se po më zjen koka mua nxitoj. Nxitoj. I shëndet. Ua, çfarë janë këto piq? Gorica. Qa janë ma? Edhe pikun e keni të shartuar ju? Po qa është? Qa quhet kjo? Po më vjen mendje. Qa quhet? Akoma nuk është pikur, ishte kosmuçme. Po qa quhet? Nuk jam Terezi, thashë nuk po la pas këto trashike. Qa quhet kjo? Qa quhet kjo? Kjo pema këtu si pik. Qa quhet? Nespull. Qa është nespull? Është tani ajo është e thartë, shumë e thartë. Hajt. Mirë, si e ti? Hahet, është e thartë. Duhet t'jem pak më dredhe që t'jem të ëmbla, ajo si e pa bërë. Po nespull s'kisha dëgjuar ndonjëherë. Nesko dhe janë shumë mirë. Atë shkolla aty janë qik më të Janë në familjen e mollës të kujt? Kjo pras mollas. Apo kumbla? Me këto fare. Gjanë me kumbla, po mund t'jetë 4-5 fare, varet. E kuptoj. Për zotin s'kisha parë ndonjëherë. Unë e dija se ishte e pikë, ndaj po e gacmoja atë. Ika, shëndet. Hajdeni se si e kishte edhe njëherë emrin? Nespull. Nespull që s'po ja gjente emrin ai, më nuk e di pse ishte ai që i shqetësuar ai, nuk e di çfarë kishte. Nespull është herë e parë që unë dëgjoj. A do? Si a bërë? Në gore. Në me thënë, këtu e shkolla 9 vjeçare, Mihal Davidi. Edhe thënë, se dalin njerëzit e ishte zgjuar nga fshati, po pa tjetër më, se shiko, qa është aty? Okej, pula. Se shiko, këtu mëson me zojsh, me të cërimat e tyre. Dëgjojni pak. Ua, sa bukur është për zotin. Ta bëja shkollën unë këtu se kisha mendje një mësime të kisha të zoq. Për gjithë ata që e kanë bërë shkollën këtu, jam e sigur që kanë dalë shumë të zgjuar edhe të mençur.
për shkak edhe të vendit ku ndodhet shkolla dhe që ka shumë bukur. Fshat shumë i bukur edhe pse zotëria më tha që quhet Gore sepse ka pas shumë gropa. Deri tani unë s'kam parë në një grop, nuk e di se çfarë mungesash investimesh ka këtu, por kryesorja është rruga. Tani themi atë që është rruga kryesore është shumë e mirë. Pastaj shohim këta ankohen për rrugat e parcelave, sepse sigurisht që të ardhur kryesore Lushnja, zona e Myzeqes ka serat. Dhe normalisht që punën aty e ka, tek parcelat. Si e? Kush jeton këtu? Shkolla? Po shkolla ku i ka bit? Bit ku i ka? Djemtë dhe vajzat ku i ka? Kanë mbaruar? Sa punëtor jeni, mor ju? Qa bëjmë, shatar jemi ne. Jo, shatarët janë njerëzit më të nderuar, më punëtor, më të ndeshëm. Të ndeshëm se di, po them. A je lodhur? Po, do lodhin. Me çfarë merreni? Hajde, Gore, si quhet Gore? Gore. Po thoja që nuk kam parë shkollë kaq të mirë në një fshat që është me zogjt aty, o knaqesh. Këtu, po shkosh ma kam ballë, tuti. Ja do vi ande, prit. Çfarë probleme ka këtu? Po pse jeni kaq serioz, mor burr, shifni gjithë nerva. Jo me simin e ne. Po me nerva, po më shef, unë s'kam berasi që të keqe këti fshati. Nuk pesojnë me nerva. Nuk pesojnë me nerva. Çfarë probleme ka këtu? S'ka probleme. Jo probleme ka. Ja. Rrugë të ugrave një Shi, s'ka thot. Nuk hyn me asnjë vend dot. Qenë keme Partinë Socialiste që si tregon. Po, jam. Ah, Në mëd jam. a ti do t'ja japësh? Po, ati jap. Qa t'ka dhënë ai? Të gjitha, Qa t'ka dhënë? të gjitha mire kam bërë gjitha çdo. Qa të mira? Të gjitha mire kam bërë gjitha. Ha premtuaj të mirën. Qa do me, asnjë gjë nuk kam bërë për fshatin. Asi. Po pse nuk bëjmë për fshatin, më burr? Nuk duan ta bëjmë për Po fshatin. pse? Po s'duan. Ka qyteti jetë pa fshatin? E gjithë mua vetë mos ta mazhësi. Ja ta mbaroj do të marr ty. Ha, ikse je lo. Shëndet. Ky shat sa do ti. Një sekond gjyshi, ma jep çik mikrofonin. Ja, një sekond, lutem. Çfarë vetë? Jo, nuk marrësh unë. Ja ka jam. Nuk do ikë se kam një degë. Okej, ma thuaj kështu. Ky shat do të mundoshi. Ky shat i rën 92 po tash ky nuk ka. Ky Nuk bëhet. Ishi majt. E keni gjetur ishin ngeshëm. Nuk bëhet. Nuk thet ky majt. A shi majt? O ti Xhaxhi, rruga po gropat ato që shkonin parcella nuk është në ngjyrë blu apo e kuqe. Nuk bëhet këtu. I ke provuar gjithë si këta dhe ata si që mos i thani. Çfarë probleme ka këtu? Sa duhet? Çfarë? Sa duhet? Çfarë? Ti cilën me rrugë të ugarë që ko shëndot në bëna? Ku? Në për parcella? Shëndot. A shkeq, a? Ja, mjeti mas që i faktoj mas qenë të rrugë maran. Sa i penalizon kjo fermerët? 100%, shëndot. Çfarë mbillni më shumë këtu? Gërë misër. A i gure misë, po këto tjera të rimet? E ime më mjemë, në zakonim bjo të vjaka, ne tu nuk për lok. Si e, po u i keni u këse mbusne? Ujë këtu vjen. Për të pirë. Ska u i për të pirë? Ka, për fatë po. Vjen kondi dhe vjen ujë rriti që janë dhe. A ta vendos mikrofonin, mi thua është sa? Se keni alergji nga mikrofoni? Po ti qa ti e djatë, tu që e djatë. Qyqja, jam e djata. Do me apësh votën mua? Unë nuk dhe një fare, unë vetë ti më tjesh... A me të je e djatë? Ti që unë i mene, unë s'ka paras nga djatë. Do me apësh votën mua të ti bëj ato gropat? Hu tani do vishë do bëj grobë një grobë, dhe njës po bënd të të Do më japë votën, varet do qik basa e punë. Nuk kam ardhur për votën, unë jam gazetare, i pyes njerëzit probleme që kanë aty, po më ta vetë. Ta që këtu ta janë gjithë maj, ta nuk bëhet ky fshat. Jo mërë, pse duhet të mendosh kështu? Ajo gropa nuk e ka ngjyrën blu apo të kuqe, ty të duhet ajo, që të sheshohet apo të mbushet. S'bëhet kështu mërë, prandaj po them. Tani më thuaj vetëm për Goren. Pse quhet Gore? Më tha një zotrita se ka shumë gropa, i tash gropa s'po shoh këtu. Janë në ndeja, ka ndeja. Mos flasin shumë këtu? Jo. A? I sigurt? O sa të urtë jeni ju të lusjës, mor për zotin ju. Grati keni që këshu ju? Të serta, su. Nga kultura, nga shkolla.
dy burra që kam takuar, ju kanë thirrë gratë, kanë thënë, hajde këtu. Ka erin të kështu. I thash, pse më burr jeni kështu? Po për vaditjen, a keni ujë? Ska. Po ky është problemi kryesor. Uji për vaditje është kryesori se këta njerëz me këto mbajnë, me tokat. Nuk e di. Se unë të kam shkruar. Okej. Për ujë vaditje është problem. Po që na më burr, si ja bëni për vaditje? Me zorë me pomba, me votje, A është fshati i madh? është goxha. Është goxha. 800 1 kilometër gjysmë, po të është nga 2 krapë ashtu. Okej, janë larguar shumë? A i shfrytëzojnë tokat, i mbjellin? Po dhe tash javë që ishte, po i punojnë. Kush ka zëtor mirë. 20 punëtor janë këtu, unë e di shumë mirë, sepse tokat nuk i lënë në asnjë moment jenë djerë. Ka, tani, ka që janë larguar e që në? Pitimi keq, a? Kemi se janë punimet që të nafa shtrejnë. Përveç këtyra, edhe ata që prodhojnë nuk mundet i shesin Po, dorë. e qartë, është drejtë. Që unë shilopës, për shumë, me 500 lek, 600 lek akoma. Po ne i blejmë shumë shtrejnë, më Dhe bunë. se abuzën lufra, apo e zënë. Janë bërë... Edhe ose sera, për shumë, që derdhen ata. Lafë drejta, është tamam. Po kur do mendojnë këta për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit punëtar? Tu asë njerë. S'ke shpresa? Unë jam 6 vjetë që kam provu edhe kooperativën, edhe shta, edhe inshallah, shtypë që në tako. A tua? Po dhe që Më mi këta tua? ja, Po pse ata tjerë që vinë? asë një nga ta bjë. Asnjë nuk mendon për njeriu që Ja. punon më burr. Ja, Shumë keq. Njerëzit këtu më duken një të mirë. bere qatë. Por, Dhe kam, e shefi, por edhe shumë serioz. Unë për zotin në çdo vend të lushin që kam shkuar janë të qeshur, u jeni kështu. Apo nuk i doni këto gratë huaja që ju vinë këtu t'ju flisni të është respektoni. nuk e di, është zonja shkida e to. Po dhe që hajde pini një kafe. A falenderit shumë. Shumë falenderit, po dua të takoj edhe një. Të lumë të goja, mjaftoni që zemën e mirë. Të uroj gjithë të mirat edhe pute zonjë nga unë. Ja dhe këtë, mu të ka i Samari, që kam bërë si Samar goma ja që nuk duhet. Po Aty pse kam ka shpinë. bërë? Për shkollën, që shkollën pra kam bërë qikë tek su. A, të më bëri përshqipje shkolla, sa bukur. Të zoj qëtu. Nga dhe këtë zbret fare se unë hera të shpia. Dëgja, kur të shkosh zonjën, më jep fjalën që ta përqafosh, putesh nga Po unë. që ashtu dalin aty. A të la? Për shatle. Të ta përqafosh? Po më. Mos bëj xhelos për Po mua. jo më se ka. Dëgjo, ajo ka kemi jetuar ca vite me Greqi dhe në A, Itali. jeni ndryshe, lere. Unë për dhëtimin kam bërë dhe e di qa është bota dhe qa është tu dhe qa Më që do të thotë kjo që mund të... është dopë të ti gotë, është dopë shumë. Ne edhe në ndakë që filmuar, ne mbajnë qikë shpesë, për kanë mësë unë 2 goca kam dhe i kam që zotin në Tiranë, me shkolla, me A, shumë mirë. Isha dhe këtë gara. Po deshe, urdhëroni pini... Jo, falenderit, do... Të falenderoj shumë edhe e vlerësoj që më thire. Gjithashtu. Do shoh të takoj në një tjetër. Po, inshallah na datë në njëri mes. Po e pra... Për ne shqiptarë... Po unë kështu të mençur kërkoj, po se më dalin ca. Shëndet, gjithë mirat. Hopa, gore. Tani këta njerëz takuan me hallet e veta, me mërzitjet e veta, se gjithë njerëzit kanë problemet e veta, pavarësisht se unë mundohem të gacmoj edhe ta kaloj pak atë mërzinë e tyre për një periudhë të shkurtër për aq sa bëj muhabet. E thash, problemin kryesor i këtij fshati që kanë rrugët që të çojnë drejt parcelave dhe edhe serave. Pra po thoja që t'i lëm politikën me njanë, t'i lëm gjyrat politike me njanë, sepse e rëndësishme për këta njerëz është që të kenë kushtet për të punuar, për të jetuar. Pra, që të shkosh të parcela, të duhet të shkosh me zetor, thamë, por nuk se zetor, se në parcela me zetor shkohet, por rrugët shumë të këqija. Tani, nëse këta nuk mendojnë për vete, nuk ka që bën as Lediona që vjen bën një material, as gazetar të tjerë, por edhe ata që vinë, që marrin, jo lek, vota, apo hedhin lek, marrin vota, edhe ata kur e shohin që këta janë më të etur për partinë se sa për problemet e veta, thonë, hyqën kanë mirë. Ku gjejnë bëjnë?
Kështu që duhet të reflektojmë edhe duhet të bëhemi çik si njerëz pak më të zgjuar edhe të mendojmë për të mirën tonë edhe mos na ndje fare për politikën. Se në fund të fundit politika duhet na shërbej. Unë e has në shumë zona, jo vetëm këtu në Gore të Lushnjës, por edhe në zona të tjera, që shumë njerëz janë më shumë të fokusuar partia dhe jo tek problemet e veta. Tani, unë shoh që ky është një fshat shumë i madh, i shtrirë, më duhet të takoj, nëse mund të takoj edhe njerëz të tjerë për të folur e çfarë probleme të tjera kanë. Shoh që shtëpitë janë shumë të bukura, pra këta janë njerëz që punojnë. Nuk i lën pa shfrytëzuar tokat bujqësore. Si ja? Nuk lën pa i shfrytëzuar tokat bujqësore me prodhimtarinë që bëjnë. Po thoja që, meqense takova edhe disa atje, problemi kryesor më thanë në Gore janë këto rrugë që të çojnë në parcellat. Po. Dhe po e thoja sërish, sepse ka njerëz që thonë, unë jam e person apo unë jam e këta. Çdo kush ka bindjet e veta. Po në momentin që unë kam problem këtë, që të shkoj tek toka ime, sepse ajo më jep për të ngrënë, ajo më mban familjen, më fal. Pse duhet të them jo jam e këtë, jam atë? Kushdo qoftë, ka ngjyrë ajo rruga që duhet bërë? Nuk ka lidhje ajo me këtë gjithë. S'ka lidhje. Po mi Ta do kaloj si 50 dhe 50 lloj. Jo, por unë për shembull si banor që mund të jem këtu them që ti mund të jesh ku duash, hajde ma bëjmë atë rrugën e s'më intereson fare. Është qartë. A e shfrytëzon ti tokat bujqësore? Po. Çfarë mbjell kryesisht? Jam to, gruar, një shaqi gjarash. Vetëm për veta apo edhe që i nxjerr në treg? Po, vetëm për treg. Si ka ecur prodhimi këtë vit? Po, kiç ka qenë bu. I ke shitur apo? Kam shitur, kam serë. I ke shitur gjitha? Te kam shitur tani jam deri përfundimit. Që ke bës më? Ata ankohë, se përna vetëm stok. Po tani shtaj. Ja njerëz shumë punëtor edhe shtëpi keni bërë tregon që keni lek. Po këto shiku ju kalojnë këto. Si gjithë tjerët. A ju kanë ardhur tani për zgjedhjet, më thuaj të vërtetën se unë e di që kanë ardhur. Kanë ardhur. Po, a ju ke kërkuar këtë kanalizimet? Çfarë thon? Do ta bëjmë. Një takinjishtër. Shnet. Ore, sa çuna që keni këtu, jeni shumë të mirë. Nga ky fshat jeni? Gjeti, unë të ndjek ty. Më Të ndjek ndjek mua? nga që vetë na për fshatra, vetë ndjek ty. Je shumë i mirë. Edhe kujdes me këtë se janë shumë të rrezikshme. Në shkollë mirë. Shkollën e kishte shumë të bukur për zotin. E pesa mirë zogjat ja mësoni. Po, mirë. Bravo ju qoftë. Edhe keni parasysh një gjë. Kur të rriteni mos ikni jashtë, rini këtu. Se nuk ka si vendi. Se s'ber fshati. Po pse, ma sa i bukur është Ja fshati. ka nikur të tërë të rinjë. Po, do t'i ikësh si pasaj kur të rritesh? Të lumë të goja. Edhe unë si kja dhe unë këtu Në rrit. vendin tim. O ta hatë zemrën unë të këtu, po se të vi kur të rritesh do vi të kap. Se mos ikësh, me kë jeton. Me mamin, me babin. Çfarë fëmijë fantastik, me mësimet je mirë? Mirë. Bravo të qoftë. Je shumë i mirë. Po. Të të përqapë edhe njërë. Hajde të përqapë edhe njërë. Fshati Gore, të them që është më i mirë? Thuja. Okej, fshati Gore është më i mirë. Po e mbyll me këto pamje kaq të bukura, edhe me këta fëmijë kaq të mirë, të edukuar edhe të dashur. Po e mbyll këtu këtë material, shpresoj që të kem marrë pak a shumë gjitha ato probleme që janë. Nuk e di se çfarë probleme mund të ketë tjetër, por kryesorja ishte ajo që sapo diskutuam edhe me zotrin që parë. I ka se u bëra edhe unë këtu që vetëm flas.